Vazhdojmë tuti me materialin e dytë për mbrëmjen e sotme, i cili ka të bëjë me aktorin shumë të pëlqyer nga të gjithë ju, Arif Hikmetin, i cili ishte me këtë emër në rolin e serialit Osamir. Çfarë ka të reta ai dhe pse u rikthye sërish në këtë serial? Na flet më së miri vetë aktori. Nauk, akcenti bie te nauk. Jo. Arsenik. Fale, ka mund të unë të më fjallën? Nauk. Sipas meje filloi të zbehet personazhi si personazh edhe unë vendosa që të mos jem më. Edhe pastaj sezoni i ri nuk u morëm vesh, u paraqit një njëti problem, po ai problem u kalu edhe u paraqit problemi tjetër i pagesës. Për 83 epizode ishte pjesë e serialit Osamir. Personazhi i cili ishte ndër më të dashurit në këtë komedi, Arif Hikmeti, u largua përkohësisht nga ky projekt i cili njëherë të bëri të njohur në Kosovë. Por mundësia për të rikthyer sërish në misionin e fundit erdhi shumë shpejt dhe pas marrëveshjes, sërish u bë pjesë e Osamir, me çfarë do të vazhdoj të luajë në këtë serial për aq kohë sa do të zgjasë sezoni, i cili ka gjithsej 30 epizode. Ishte nevojë dhe dëshirë e fansave të serialit Osamir që tjetë ky personazh, edhe unë pak hatri i fansave, pak hatri i kohës edhe normalisht edhe kur u morëm vesh me producentin u kry puna. Aktori Xhevdet Jashari nga Titova u largua në një periudhë kur seriali psoi ndryshime e në të njëjtën gjendje e gjeti edhe pas rikthimit. Qysh po më pëlqen më babosh, po kjo rrezatnive i pogjavanave i era mes po i vjen. Përveç se u larguan aktorë të ndryshëm në Osamir, u futën edhe disa të rinj, në mes tyre edhe Stupcat. O babosh, falim net, pas ka naft. Sigurisht që nuk është dashur me i përzi. Do me thënë mos rrej, po pse i kanë përzi, ato e shohin biznesin e vet, ato e din, edhe është në rregull. Se publiku edhe ata që e shikojnë Osamirën, ato kanë nevojë për personazhet e Osamirës, nuk kanë nevojë për personazh tjerë, sepse Vedatin, Mensurin edhe Osmanin i shohin që aty ku i kanë pa, po shqyqyr që i shohin edhe këtu, edhe inshallah është shkrirja shumë e mirë. Megjithatë këtë ndërprerje të punës, Xhevdeti e shfrytëzoi në maksimum, fillimisht duke ju përkushtuar familjes e më pas edhe shoqërisë. Kom det në shtëpi, kom pa filma shumë filma kom det me Bujkenin, e kom qenë në trening, sa i ushtron futboll, kom det me Gresën, që ashtu jam kënaq, pastaj kom shëtit me shokun tim, Blerimin, kemi shëtit, s'kemi shëtit, jemi kënaq që E udhëtime drejt vendeve të ndryshme të botës, duket se nuk do të kishin ndodhur në qoftë se Xhevdeti nuk do të kishte shoqëri me Blerim Destanin, me të cilin njihet tash e 14 vite. Në Dubai, në Francë, në Itali, në Gjermani, në Holland, ka mos. Okej, nëse si shikon shoqëri me Blerimin, a kishe bë ton këto vizita që i ke bërë? Se di, ndoshta jo. Ndoshta jo. Pavarësisht mos prezencës në serial, aktori nga Titova nuk mungoi nëpër media. Ai u përfol shumë për eksperimentet me lukun e tij. Po tu mendu se jom rahat, jom vet, nuk jom në serial, nuk jom askund, asnjë punë nuk kam, edhe i po shëtis, po bëj qef, edhe i bëj flokët. Sa nuk jom plak shumë, sa mundet me m'pasi ende. Edhe tu mendu se nuk më sheh askush, mu më shifte gjithkush. Edhe po prap u ktheva që aty ku isha. Po nuk i kom bo eksperimentet për nëjë punë, po vetëm po, veç këshu. Veç për t'ja bo qefin trunit tem, as kuj tjetër. Gjithsesi, krahas angazhimit në serialin Osamir, Xhevdeti bashkë me aktorin Destani po punojnë në një projekt filmik. E oferta që ju bën për të luajtur në teatr, aktori Jashari nuk i pranoi. Oferta që nuk më kam bo satisfaksion në rol, në personazh, ose në shfaqje. Definitivisht do të punoj sende që m'japin ma bojnë trant shumë.
atë personazh. Si thonë asaj, duhet me më bo... Duhet me më bo rënd diçka për ta punu. Se këto punë të lehta nuk i punoj më, asnjë. Edhe punë të thjeshta. Vetëm punë të rënda. Se le t'i punojnë punë të lehta ata që janë të lehtë. Unë jo. Mbasi i kom vu çmim vetes, atëre do t'i punoj vetëm punë të rënda, jo punë të lehta. E vetmja gjështesë me të cilën po merret aktori Ashari është fitnesi, prandaj edhe ka rënë në peshë për disa kilogram. E ndërrisi tjera të Xhevdetit është edhe tatuazhi i parë, portreti në nënës së tij i vendosur në gjoks.